إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salavatet dhe selamet në këtë ditë madhështore ja dërgojmë profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, vazhdojmë pas Ramazanit me ata të cilën e lam para Ramazanit, ku ishim duke folur për të pestin e atyre burrave të cilët I veçon Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe do të I hiezon në hijen e arshit të tij në ditën ku nuk ka hije përpos hijes së tij, ashtu siç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lajmëroi në hadithin të cilën transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, I cili tha se janë 7 persona të cilët Allahu Gjelle Gjelaluhu do të I hiezojnë në hijen e arshit të tij në ditën ku nuk ka hije përpos hijes së tij, në atë ditë të vështirë të madhe ku dielli afrohet afër kokave të krijesave dhe intensifikohet vështirësia e madhe e asaj dite ku të gjithë njerëzit kërkojnë strehun nga Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe mëshirën e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Dhe na ndaluam vëllezër dhe gjithashtu pra është e detyrshme që na të informohemi dhe të frymëzohemi me të pestin e këtyre burrave dhe kategoria e pest e këtyre të lumturve të cilët do të I lumturon Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë ditë të vështirë. Dhe se sikur Allahu Gjelle Gjelaluhu dëshiron që me lidhjen e mësimit të Ramazanit ton që na e lidh besimin ton dhe qëndrueshmërinë ton, që na të vazhdojmë dhe pas Ramazanit ton me qëndrueshmërinë ton, nëse na kemi qenë nga ata të cilët e adhuruam krijuesin ton në Ramazan, që na të vazhdojmë me adhurimin dhe qëndrueshmërinë ton të adhurimit dhe pas Ramazan. Nëse na kemi qenë ata të cilët jemi ruajtur nga haramet në Ramazan, dhe nëse kemi qenë nga ata të cilët arritëm suksesin e mbrojtjes së syrit ton nga harami në Ramazan, pra besimi është ai I cili të shtyn që ti të vazhdojsh dhe pas Ramazanit. Qëndrueshmëria e fortë dhe e madhërishme është që ti të vazhdojsh të ruajsh synin tënd nga harami përsëri dhe pas Ramazanit. Sado që të jenë shkaqet dhe tundimet e rrezikshme dhe të vështira të cilët do të paraqiten ty pas Ramazanit, për arsye se pas Ramazanit do të jetë shumë më vështirë qëndrimi se sa në Ramazan të cilën na u mësuam, u adaptuam dhe u edukuam në beslidhjen ton që ta ruajmë me krijuesin ton. Por mësimi o vëllezër ngel dhe dera ngel e hapur që na të qëndrojmë në këtë beslidhje dhe pas Ramazanit derisa ta takojmë krijuesin ton. E mu përat pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në këtë kategori na tregoi për një burr, për një person I cili do të vinë për to tundime të rrezikshme,
do të vinë për to fitnë dhe sprova të rrezikshme, edhe shkaqe do të jenë shumë të afërta dhe të forta për të mashtruar. Por ai i cili ka arritur gjatë Ramazanit që ai ta merr devotshmërinë dhe sinqeritetin e tij, që Allahu xhelel xhelalu dëshirojnë nga ne që na ta arrijmë, ai është i cili do të i qëndron pastaj përsëri me atë devotshmëri dhe me atë frikë të Allahu xhelel xhelalu, krahas të gjithë këtyre sprovave dhe të ndihmeve të cilët do të i paraqiten atij, dhe ai me zemër të sinqert dhe me besnikëri, ai pastaj thot: inni akhafullaha rabbil alamin. Ai thot: une me të vërtet kam frikë Allahun xhelel xhelaluhu. Para tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah rabbil alamin. Tha dha i burri, pra kategoria e pestë është ai njeria i burri i cili do ta thret atë haptazi një grua e cila ka pozitë dhe ka pasuri dhe ka status të madh dhe ka bukuri për ta bërë imoralitet me to dhe për në vepër të keqe. Tha ai nuk ndalohet vetëm se i thot diçka më e fortë mu më ndalon që unë të përgjigj. E ajo është friga e Allahut xhelel xhelaluhu. Edhe nëse është shkaku i cili të gjitha mundësit i plotson, të ndihmi shumë i fortë, të mashtron për të u përgjigjur. Grua e bukur po, vajzë e bukur po, pasuri po, të gjitha i posedon, edhe nuk ka çka të pengon, as ka frigën e njerëzve, as ka turp që mos të prohet të njerëzit, por vetëm diçka më e fortë është që atë e ndalon dhe e pengon që ai të qëndron dhe pas Ramazanit, për shkak të devotshmërisë që e muar në Ramazan, ai përsëri qëndron me besnikëri të fortë dhe me devotshmëri të madhe dhe me zemër të sinqert. Ai përgjigjet duke thonë: inni akhafullaha rabbil alamin. Une kam frikë Allahun, Zotin e krijues, Zotin e gjithësisë. Pra kjo është ajo e cila, vëllezër, na e mësuam gjatë muajit dhe na duhet të i qëndrojmë këtij edukimi pas, për arsye se Allahu xhelel xhelaluhu, ai i cili do ta lën diçka për hir të Allahut, Allahu e bëri që zëvendësimi dhe kompenzimi i tij të jetë me më të vlefshme dhe më të mirë për atë që ai do ta lën ato. Nëse ai e ruan shikimin e tij në këtë dunjë, nëse ai e ruan nderin e tij në këtë botë, Allahu xhelel xhelaluhu do t'ja zëvendëson me shumë të mirë atij pastaj në botën tjetër. Kushdo i cili e ruajti veten e tij në këtë dunjë, Allahu xhelel xhelaluhu t'ja kompenzon atij që ato ta strehon në ditën e gjykimit në hijen e arshit të tij. Ashtu sikur që pejgamberi Allahut na potencoi në hadithin që transmeton Imam Ahmedi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: innaka lan tad'a shay'an lillahi azza wa jall. Ti nuk e lën diçka për hir të Allahut xhelel xhelalu, vetëm se për frikën e Allahut xhelel xhelalu, tha se Allahu xhelel xhelalu do ta zëvendëson ato me diçka shumë më e mirë dhe më e hajrit për ty. E lën për hir të Allahut, Allahu ta kompenzon me diçka shumë më të hajrit dhe më të mirë. E gjithashtu pra është ajo e cila pejgamberi Allahut na lajmëroi që do të jetë nga ata të cilët do strehohen në hijen e arshit të Allahut xhelel xhelalu. Lusim Allahun që Allahu xhelel xhelalu të na bën nga këtë kategori me të cilën fitnet dhe sprovat janë të mëdha, por nëse i frigohemi Allahut dhe ruhemi, shpresojmë që Allahu xhelel xhelalu të na ruan të gjithëve dhe të na strehon strehun e tij. Wa kullu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-ali al-a'la was-salatu was-salamu ala an-nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba'd. Të nderuar vëllezër, padyshim se robi është ai i cili në këtë botë provohet me sprova të lloj-llojshme dhe me tundime të lloj-llojshme, por me të vërtetë se sprovë dhe fitne më të rrezikshme se sa gratë nuk gjen gjatë jetës së tij. Ndoshta një burr, një njeri, ai reziston shumë sendeve të cilët janë shumë të rrezikshme. Një burr mund të i reziston dhe atyre të vështirave, i reziston shumë harameve tjera, i reziston dhe luftës nëse është në kërkim, i reziston dhe armës, por nuk i reziston kur të del para një gruaj. Nuk mund të reziston dhe të ndalohet e të pengohet kur të bjen në një fitnje të një gruaje
apo të një vajze të bukur me gjitha ato shkaqet të cilët i përmbledh. Dhe mu për këtë vëllezër, pejgamberi s.a.s. na e ceku këtë cilë të madh që do të jetë nga ata të cilët do strehohet në hijen e arshit të Allahu xhël xhelalu, ai i cili do t'i qëndron fort bindshëm dhe do të i reziston që ai mos të përgjigjet në këtë haram kur tafton një grua me gjitha ato shkaqet e ftesës të cilët të fton ashiqaren për të ju përgjigjur, por ky vetëm se edhe pse epshi është i fortë, edhe pse dëshira është shumë e madhe, por diçka shumë më e madhe se kjo e ndalon dhe e pengon, e ajo është friga e Allahut xhël xhelaluhu. Dhe se dietarët thanë vëllezër, shejtani është ai i cili nëse nuk arrin që të mashtron ty, edhe të i devijon bita Ademit nga shumë rrugë të cilët janë të rrezikshme, tha nëse nuk arrin që një person ta devijon, tha do t'i vjen nga dera e grave. Dhe se fitnë më të vështirë dhe më të rëndë dhe më të rrezikshme për birin e Ademit nuk ka se sa gra. Këtë tha pejgamberi s.a.s. hadithin të cilin e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Usame ibn Zeidi radiallahu anhu, i cili tha se kam dëgjuar pejgamberi s.a.s. duke thonë: "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa." Nuk kam lënë pas meje, tha pejgamberi s.a.s. fitnë dhe tundim më të rëndë, më të rrezikshëm për burrat se sa gratë. Por atë vëllezër, pejgamberi Allahut na porositi neve që të kemi dro. Gjatë jetës së tonë të i ruhemi dy sendeve të cilët janë të rrezikshme. Inshallah pra e vazhdojmë në hutben e ardhshme me lejen e Allahut xhël xhelaluhu. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.